Në këtë pjesën e tretë emisioni, kemi kënaqësinë të kemi dy vajza të talentuar, një shembull për të ndjekur nga në shumë nxënësit. Në një kohë ku është gjithmonë më shumë e rëndësishëm të flasim për dije, për arritje dhe për kushtim, sot dritën duhet ta vendosim te dy shembull për të ndjekur, dy shembull që janë frymëzim për të gjitha nxënësit e të gjithë shkollave, sepse emisioni jon nuk është vetëm argëtim, por është edhe vlerësim dhe dije për të gjithë studentët që ecin përpara me pasion. Sot kam kënaqësinë të kem në studio Arba Amataj, nxënëse, dhe Luiza Hadha, nxënëse. Mirë se erdhët goca. Është një kënaqësi të flasim sot për kushtimet, për pasionet, për arritjet që keni bërë me talentin dhe me pasionin e juaj. Do ta nis pak me ty Arba, më tregon më shumë për gjitha arritjet e tuaja të bukura që ke bërë në këto vite. Atëherë, për sa i përket degës së teknologjisë, jam shumë apasionuar dhe ka pasur shumë raste ku jam marrë me projekte jashtëshkollore, por së fundmi kam marrë pjesë në konkursin Global AI Changemakers, ku së bashku me shokun tim të skuadrës Tedin krijuam një model inteligjent të quajtur EID, i cili merret me automatizimin e procesit të apelit në klasa. Çfarë të frymëzoj më shumë për të krijuar, për të punuar me teknologjinë? Atëherë, duke qenë se dëshiroj që teknologjinë ta përdor për të zgjidhur probleme të jetës së përditshme, dhe specifikisht në rastin e këtij konkursi dëshiroja që ta përdorja inteligjencën artificiale për të zgjidhur fenomene që i hasin nëpër shkolla, jo vetëm shkollën time, por në gjithë Shqipërinë. Dhe procesi i apelit ka kohë që bëhet në mënyrë manuale, shpenzon shumë kohë dhe me futjen e SMIP-it në shkolla, shumë mësuese kanë të vështirë që t'i hedhin të dhënat në SMIP, pasi ndoshta nuk janë mësuar me këto sisteme teknologjike. Kështu që menduam se mos ta përdorim inteligjencën artificiale, që t'ja heqim këtë barë dhe ta automatizojmë totalisht si proces. A mund të më shpjegosh më mirë si ka qenë ky procesi? Së bashku me shokun tim të skuadrës, morëm pjesë në një trajnim të quajtur AI for Youth, që u zhvillua për herë të parë në shkollën tonë vjetë. Dhe këtu njoh me mjetet të ndryshme teknologjike, si për shembull mjetet e njohjes vizuale, dhe na erdhi ideja që ta përdornim për të zhvilluar këtë projekt. Çfarë sfidat keni hasur në projektin e kësaj të teknologjisë? Sfidat kanë qenë të ndryshme, duke filluar nga sfidat tona emocionale, pra ka pasur momente ku kemi qenë pak të pasigurt e vetja, ose jemi ndeshur me pak stres, me angth, dhe deri te sfidat teknike, pra ndoshta një file, një dosje që nuk është shkruar në mënyrën e duhur, ose një pjesë kodi që nuk ka funksionuar e tjerë, por ja kemi dalë që ti përballojmë sfidat dhe të arrijmë të vlerësohemi. Arba, ti je një vajzë shumë e re, mund të pyes sa vjeçë je? Jam 17. Je 17 vjeçë, por mendoj që përpara teje shikon rrugën shumë të përcaktuar, e din çfarë don të krijosh, çfarë don të realizosh, mendoj në të ardhmen. I ke synime shumë të qarta. Është vërtet? Ku shikon ardhmen tënde mas disa vite? Kam synim që të vazhdoj studimet për data science në Holland, kështu që pas 5 vitesh po themi, ende mendoj se do jem në Holland duke përfunduar studimet e mia. Shpresoj që ta arri që ta përdor mjetet, që ti përdor mjetet teknologjike për të bërë mirë dhe për të ndihmuar si fushën e shëndetësisë, edhe ndoshta për të mbrojtur mjedisin, për të ndihmuar në arsim etj. Bravissima. Bashkë me ty sot në studio kemi edhe Luiza. Luiza, ti ke marrë pjesë në një konkurs, gjithmonë me lidhje me teknologji, një konkurs që quhet Robotech. Më trego pak më shumë. Atëherë ishte hera jonë e parë që përfshiheshim te konkursi Robotech, bashkë me skuadrën time. Ishte një eksperiencë që si fillim thjesht donim të merrnim pjesë ta provonim, mirë po sa më shumë mësonim, aq më shumë na përfshiu dhe në fund arritëm të krijonim një produkt me cilin realisht e duam, realisht eram në dashuri, si me thënë, dhe shpresojmë që një ditë pse jo ta zhvillojmë në jetën reale. Si ka qenë kjo përvoja jote gjatë konkursit? Ka qenë e lodhur, ka qenë stresuese, por ka qenë dhe shumë e bukur. Kemi kaluar shumë momente të vështira dhe të gëzuara bashkë, të cilët në fund me fitoren që arritëm, ja vlenin të gjitha. Çfarë fitore arrite? Fitove Startup Albania, po mos gaboj. Fituam çmimin e Startup Albania dhe jemi të emocionuar për rrugtimin që na pret tani nga shtatori më vonë.
Arba, ti ke fituar çmimin e parë në Shqipëri dhe në gjithë botën ke ardhur në vend 7. Si ka qenë kjo momenti dhe sa shumë të ka emocionuar? Për ne, të them të drejtën, ndjesia kryesuese ishte befasia, pasi edhe pse ishim krenar për produktin që kishim sjell, që kishim nxjerr, prap se prap është emocion shumë i veçantë kur e merr këtë vlerësim dhe nga jashtë. Si ka ndikuar pjesa e Face ID, sepse tani në çdo lloj teknologji është diçka që kërkohet. Si ka ndikuar edhe te çmimi, te konkursi, te pjesëmarrja jote? Face ID ka qenë mjeti kryesor tek i cili jemi mbështetur për zhvillimin e projektit. Pra, kemi përdorur teknologjinë e njohjes së parametrave të fytyrës në mënyrë për që të identifikohen nxënësit në klasë. E kemi nisur duke krijuar një databazë të dhënash me fotot e secilit nxënës dhe e kemi ushqyer këtë databazë modelit dhe në momentin që një nxënës që është pjesë e klasës identifikohet nga modeli, atëherë do me thënë se ky nxënës është prezent në mësim. Ka qenë një teknologji që na ka ardhur shumë në ndihmë, pasi së pari vlerësohet, duke qenë se është një hap drejt teknologjisë të ardhmes, dhe së dyti na ka thjeshtuar shumë gjithë procesin e identifikimit. Sa veta keni qenë dhe keni punuar për këtë projekt? 2 veta, kam qenë unë dhe shoku i skuadrës 8 Qamo, i cili ka qenë maturant vjet dhe këtë vit studion në Francë. Mendoj që të kanë ndihmuar ndoshta edhe mësuesja, ju kanë suportuar ndoshta edhe prindërit, çfarë kanë thënë ato ku ke fituar çmimin e parë? Se ndoshta edhe nuk e priçin. Në kuptimin e mirë. Dua ta nis me mësuesit, Zysh Esmeralda dhe profesor Eriali na kanë ardhur shumë në ndihmë, qoftë gjatë trajnimit dhe për mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë procesit të pritjes për përgjigjen e konkursit. Ndërsa prindrit sigurisht që janë ndjerë shumë krenar, mendoj që në disa raste ata kanë pasur më shumë besim tek unë se sa unë tek vetja, por janë emocionuar shumë kur e morëm lajmin. Kush është fjala e parë që të kanë thënë kur i the që kishe fituar? Më kanë puthur në faqe dhe bravo. Unë jam pak emocionale dhe mundoj që këto janë kujtime të bukura, sepse ku arrin, ke një qëllim, arrin dhe studion për shumë vite dhe më në fundja del, prindit janë pjesa ma emocionuese dhe falas atyre ti e kupton që ke bërë një rrugtim të bukur dhe më në fundë ja ke dalur. Dhe momenti ku ato të thuj një fjalë të bukur, mendoj që është kujtimi më i bukur që mund të kesh në jetën tënde. Këtë ta them si një këshill nga një vajzë më e madhe që ka fituar disa konkurse ndryshëm, por mendoj që mbështetja familjare është sot gjëja më e bukur. Luisa, kanë qenë të njëjtë eksperiencë mendoj edhe për ty? Po, normalisht. Emocionet të mëdha dhe gëzim i madh dhe suportim i madh nga prindrit, si po si dhe nga mësuesit. Si shikoni teknologjinë në përgjithësi në të ardhmen, sepse është futur gjithmonë më shumë, e shikojmë edhe në rrjetet sociale që teknologjia është një ndihmë shumë e madhe për në shumë situatat e punës, por jo vetëm. Çfarë mendoni ju? Mund të jetë një ndihmë, mund të jetë një ekstra, mund të jetë një plus në të ardhmen? Atëherë, duke marrë shkas të gjithë nga konkurset që unë dhe Arba kemi marrë pjesë, mendoj që teknologjia do filloj të automatizoj më shumë gjëra dhe duke ardhur në ndihmë shumë njerëzve për përdorimin e gjërave në mënyrë sa më të lehtë. Sa më të lehtë dhe në gjëra që ata e kanë ekzistuese, por edhe në gjëra që nuk e dinin që mund përfshirë teknologjia. Patjetër. Arba, ke të njëjta mendim? Po. Sigurisht, sepse shikoj që shumë njerëz e shikojnë me frikë, sidomos inteligjencën artificiale, por për mendimin tim nëse përdoret në mënyrën e saktë, në fundit është thjesht një mjet që e kemi në dispozicion për të lehtësuar jetën tonë. Kështu që do na vi shumë në ndihmë në të ardhmen. Patjetër. Në konkurset që keni marrë pjesë, mendoj që kanë marrë pjesë edhe nxënësin tjera, ka marrë pjesë edhe shkollat të tjera, si ka qenë përkushtimi, si ke parë në krahasim me veten tënde? Në një konferencë të vogël që është bërë tek Piramida vjet, ku u prezantuam me disa nga projektet e tjera që kanë marrë pjesë në konkurs nga Shqipëria, pas punë të jashtëzakonshme nga nxënës qoftë nga Kuksi, nga Shkodra, nga Elbasani etj. Dhe ishin punë shumë kreative që më kanë befasuar, më kanë lënë përshtypje shumë nga më të mirat dhe jam krenare që Shqipëria ka filluar që të rinjt shqiptar
kanë filluar që të përfshihen në konkurse të tilla dhe edhe t'ia dalin. Shqipëria ka qenë në një nivel shumë të mirë arsimor, por nga pikpamja ime kam parë që në këto vitet e fundit, ndoshta edhe na eksperjenca ime televizive, kam njohur shumë studente, shumë nxënëset, kam parë që në këto vitet e fundit sikur është rritur numri i nxënësve që kanë dëshirë të studiojnë gjithmonë më shumë, kanë dëshirë të arrijnë nga ana profesionale, të marrin pjesë në konkurse të ndryshme dhe i shikojnë shumë të përkushtuar. Është e vërtet, dhe te konkursi ku mora pjesë tek Robotek, kishte një pjesëmarrje jashtëzakonisht të madhe, përpos qytetit të Tiranës, ku gjimnazet kishin nga 2-3 grupe përfaqësuese, kishte edhe pjesëmarrje shumë të madhe nga rrethet, nga qyteti që nga Gjirokastra, nga Shkodra, nga Fieri, nga Durrësi dhe me radhë. Pra niveli arsimit realisht ka arritur në një pikë ku po përmirësohet dita ditës dhe nxënësit po interesohen sa më shumë në pjesëmarrje dhe në përvetësimin e dëshirave të tyre, aftësive të tyre. Arba, çfarë roli kishe në zhvillimin e projektit? Atë roli im ishte pak më teknik, pra nëse Tedi, shoku im i skuadrës, është marrë me pjesën e krijimit të sistemit, bazës të dhënave dhe ideimin e gjithë projektit, unë jam marrë më shumë me pjesën e programimit, pra me kodin pas modelit inteligjent. Çfarë dëshirë ke në ardhmen tënde? Po shikon vetëm, ke dëshirë të marrësh pjesë në konkurse të tjera, të marrësh pjesë në projekte që do vinë? Jam gjithmonë e lumtur që të marr pjesë në nisma të tilla, pasi përveç se të ndihmojnë që të zhvillosh aftësitë e tua, një njerëz të rinj, përballesh me ide të reja. Veten time si stash e shikoj duke studiuar për fushën e teknologjisë, pasi jam shumë e apasionuar për të, dhe shpresoj që të arrijë një pikë ku njohuritë që do marr të vijnë në zbatim dhe të ndihmojnë jetën e përditshme. Kam në pyetje pak shumë me piper, goca. Keni dëshirë të vazhdoni, të studioni dhe ardhmen tuaj e shikoni këtu në Shqipëri, ose keni dëshirë edhe të bëni disa eksperienca të ndryshme për jashtë Shqipërisë? Unë si fillim kam dëshirë që të studioj jashtë Shqipërisë, jo sepse nuk mendoj se arsimi i lartë në Shqipëri nuk është cilësor, thjesht pasi kam dëshirën që të përjetoj eksperiencën e arsimit jashtë. Dhe të jem në një rreth shoqëror ku përballem me kultura të ndryshme dhe njoh njerëz nga gjithë bota. Bravissima. Luisa, ke të mendim? Unë për momentin e shoh veten në Shqipëri, pres që ta zhvilloj veten në një shkollë këtu, pasi siç thamë arsimi këtu në Shqipëri është përparuar jashtëzakonisht shumë, por një ditë mund të vizitoj vendet jashtë shtetit. Vajza, unë ju uroj shumë suksese dhe uroj që të gjitha nxënësit ndjekin t'jeni një frymëzim për të gjitha nxënësit shqiptar dhe në çdo vend e botës ku ndodhen. Faleminderit për sot, ishe kaq. Shihemi së bashku nesër.